Kam kënaqësinë sot se ju e keni kërkuar dhe në studion e emisionit Një kafe me Labin, unë kam Teuta Krasniqe. Teuta, mi se erdhe, kam kënaqësinë që jemi bashkë në studion e emisionit Një kafe me Labin. Gjithmonë është kënaqësi më konë në emision të ti. Është një kënaqësi tjetër ndoshta kur jam drejt për drejt me shikuesit edhe shikuesit e kërkojnë musafirin. Kjo është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, në moment që më telefonove dhe më njoftove që me kërkesë shikuesve ku marrë të ndiva jashtëzakonisht mirë, për shkak se puna jonë është shumë punë transparente dhe secili prej nesh, varësisht kushdo çka thot, secili prej nesh e kemi shumë të rëndësishme me na pëlqy, me na dasht punën, me na çmu se ajo është motivim për me vazhdu matutje. Kështu që i falenderoj shumë gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21 që kanë kërkuar që unë sot me qenë këto në emision. Është një motivim shumë i mirë kur shikuesit e çmojnë punën tënde që e bën. Teuta nuk ndalet. Nuk ndalet asnjëherë. Po e shohim në përshfaqjet shumëta, po e shohim edhe me emisione, po të shohim shumë kohë. Po, valla, drejt me thone kom pas bile këto ditë e fundit një fazë shumë të ngarkume, pas një pushimi, për shkak se para pushimit ke fazë shumë ngarkume dhe e patat nevojshme me pushu edhe për rreth 2 muaj kur gjë s'kum bo, veç kum nejtë në shpe, me qikën, prej pushimit në pushim edhe thjesht akumulova energji se e disha që ka është të mprit. Që ma shumë se një muaj e gjysë dikave që ka fillu sezona jonë e stër ngarkume edhe në teatr edhe me gjirime edhe me seriale dhe thjesht ka njëherë kur veç po e planifikoj javën e ardhshme, pianisme më dhimë të kryt. Lemu që po duhet mi mri krejt, mi kry krejt. Përveç tjera është që natyrisht kom edhe obligime shumë të edhe në shpejt, që duna me qenë prioritet e kom natyrisht familjen, tarën, edhe po duna mi mri krejt në kohë duhun, edhe i vetë me gjahë për cilën po vuj është gjumi. Kohët e fundit shumë pak po flaj, se po duhet më që herët, mi ratu fund e shpis, me që qikën qerdhe, me shku me marë, me kry fund, edhe po të njëjtën kohë natyrisht unë menoj që edhe një gru edhe një non moderne, ditëve të sotit, thjesht sado që është vështirë me qenë njëjtën kohë edhe nanë edhe gru edhe profesioniste në qartë profesionit caktum, njëjtën kohë në mendoj që nuk duhet me hek dorë prej profesionit edhe prej punëve të veta për shkak se ajo është një pjesë shumë e rëndësishme e jona. Edhe unë e paramenoj sikur mos t'isha marrë me punën edhe me profesionin që e du, me siguri që nuk isha mujt as me qenë as nanë shumë e mirë, as gru shumë e mirë, as bashkëpunëtore për shkak se gjithmonë e kisha një diçka është të mungu. Kështu që është shumë e vështirë mi mri krejt, po të njëjtën kohë veç nëse njihemi të përmbushur në çdo aspekt, mundemi me qenë të mirë në secilin rol tjetës që e kemi. Po, Tara po tuja që tash është rrit pak. Po, edhe me siguri është të më shiku tash. E di që ndoshta kur t'ja fillon fëmia për murit, e don pak më tepër atë vëmendjen m'ia kushtu. Ka dëshirë më tepër me të pas afër. Definitivisht po. Por e di që një farë mënyrë nuk i mungon. Nëse Tara kërkon diçka, ti e gatshme. Po, mundona më konë super mamë, kënjëherë. Më ndinojnë e thonë, po në jam veç mamë, s'muj më konë super mamë. Në fakt, ajo tash është rritë, gati ka po 2 vjetë e gjysme dhe po folë, s'pi po shanë goja, thu kujti ka go. S'po dihet. Jo, s'po dihet. Edhe natyrisht po din shumë a shumë edhe po e ka atë fazën e vëmendjes, gati që ka fillu mi pas ato dozat e vogla të aktrimit që mi fillu mu anku për diçka që pidhem t'ikon, ose së është diçka si ka krejt në regull, veç që mos me shku unë në punë. Mirë po, unë gjithmonë prej fillimit ju mundu me aranzhu ditën në atë mënyrë që mi mungu sa ma pak. Ndoshta mi mungu 2 orë gjatë kohës ajo është qute dhe 2 orë tjera flenë dhe mbrana asaj ati 3-4 orë që unë me mrimi kry krejt punë, që ashtu zakonisht mundona me bo agendën. Tash që 2 javë këm fillu me qunë qerdhe, edhe po jam pak ma e relaksume për shkak se gjithë para ditën pe kom të lirë edhe po mundona me ngajt prej punës në punë edhe mi mridi qysh. Tash është me babin e vetë të nejtë, është u knaqë, kështë që kur është me babin e vetë, pak më pak e mërë mali për mu. Me djallin e malë. Qaj poshtë. Ka njerë më do këtë që i kom 2 fmi, valla. Tu të mi ushqimi, lami, veç mi krejtë. Një farë mënyre, ty po thush që 2 fmi, por edhe vleroj ka 2 qika. Po, edhe kjo është e vërtet, definitivisht. Teut, e di që
thmija thënë kur shkon në qerdhje edhe fillimet, jo se janë shumë të mira për to, jo se janë shumë të vështira. E vërtet, unë jam komplet shumë gajle. Fakt ditën kur është pranu, për shkak se shumë kohë më parë kemi apliku edhe e pritshim kur kanë me në lajmëru, edhe ditën kur na kanë lajmëru që është pranu në qerdhje, dhe natë dytë kemi qenë sa të gëzum, që të emocionum, sa që unë bile jam pak e ndishme edhe fillova me kajt, kështu, zdesha qka kam, mu do që peqoj qikën universiteta, sot e dhe mirë po pregaditëm të dytë kështu, psikisht që është shumë a mirë për to, edhe në fakt ka ndodhë që po, pi pëlqen, sa do që halon me gjysëm orari, po pi pëlqen, ka fillu më socializu, me kuptu që krejt lodrat nuk janë qajna, që krejt bota nuk sillet rreth saj, gjë që është shumë e rëndësi, për shkak se fëmija kur të rritet në shpe, e ka pak problem me mindoj gjanat, e unë thjesht du me punu nga drejte me kuptu që krejt janë barabartë. Po, për kthehem pjesës tuaj, pjesës teatrit, edhe shfaqjeve, pjesës punës përditshmes. Aktive thash që po. Bilem s'fundi, keni qenë edhe në pej, unë po të jap komplimente për rolin që ke pas, se më kanë thonë që për veti vetë nuk kam pas mundësi që të vi adi ta shikoj shfaqjen, por më kanë thonë që Teuta ka japë shumë prej vetës dhe ka realizuar gjithë shka. Ne edhe deri sa flasim këtu mundëm edhe disa prej pamjeve mi shiku. Si qkaj, si të duk, jashtëzakonisht mirë, Labi, besëm kjo është shfaqje një autorit anglez me regjit Burbuqe Berishës, edhe kemi qenë një kast i aktorëve që jemi edhe me që dhe kemi kalu jashtëzakonisht mirë. Shfaqje intime me 3 aktorë, përveç me Elune dhe Armend Ismaili edhe Ylber Bardhi, Burbuqe Berisha regjin, Valter Lucën e kemi pas asistent regjie, Trimor Dhomin kompozitore dhe Sinan Kajtazin koreograf. Për shkak se ka pas përfshime dhe koreografi në shfaqje, gjatë që unë gjithmonë po thëmë më është realizu një copës andre që gjithmonë kom pas qef me qenë balerinë dhe gjithmonë kom pas qef me valzu, edhe në kuadrët kësaj shfaqje dhe me thonë mu ka realizu ajo andra për shkak se kemi një valzim tango edhe një pjesë që ka koreografi, edhe thjesht kjo ka qenë ndoshta ma e veçanta e gjatë gjithë procesit provave, për shkak se po thome jetësojsha atë ëndrën tem. Shfaqja ka shkuar zakonisht mirë, është në repertor të teatrit Pejes i Sref Begolli. Në premier ka lumë jashtëzakonisht mirë, po ashtu ishim edhe në Gjakum festivalin e komedis ku na kanë dhënë ai publik një emocion shumë të veçantë dhe gjithë ajo sallë ke mbushun plot e pritën jashtëzakonisht mirë shfaqjen. Për ty që se ki po edhe për gjithë shikues që kanë qef me pa këtë shfaqje, me datën 6 tetor do t'jemi në musafir në teatrin kombëtar në Prishtinë. Po shpresoj që edhe këtu komu pëlqy. Kritikat kënë pozitive, shumica, gjatë që më boni muni shumë mirë për shkak se aktorët e kemi gjithmonë, se cilën shfaqje japim shumë prej vetës, japim shumë shpirtë dhe është me vërtet një përkushtim i madhe dhe kërkon sakrificë që me hek dorë prej punëve tjera, vazhdimisht, plus asaj, kjo ke që u dasht me u thumë pej. Në fakt, shumica e kolegëve për një javë jom vendosa atje dhe e kam pas ma letë, po për mu kam pas mirë kuptim për shkak se është dasht me u thu shkaku i tarës edhe ka qenë lodhje me shku 2 orë rruga ndej, 2 orë knej, puno atje, gjiro këtu, thjesht, po kur një rezultat, një punë kur orëzot për një me një rezultat që të lezetshëm edhe që të këndshëm që shuprit ajo shfaqje, harohën krejt peripetit. Para se të pës të këpeja, që shkalove me atmosferën e ditës që të karandë është ta me mundal me pi kafe këtu, po du me të pyti qka tjetër. Po. Nata 12 e Shakespeare-it në teatr kombëtar, shfaqja tjetër në pej. Edhe Nora në teatr kombëtar, 3 shfaqje një kosisht të kam. Po, mos të përzishin tekstet. Ku sa shumë njerës më më pysin se një me më ka ra mu angazhu pak ma shumë kote e fundit. Ma di bile, tash që ke festivali i komedisë në Gjakovë, Hanën e patëm natën e 12, Premton e patëm, Tajton e kishim në pejt, Premton e patëm prapë në Gjakovë, tash po presë repertor kom e pas edhe shfaqje Nora që i kom u rikëthy në teatr kombëtar, edhe kish njerës që më pyetshin, a të ndodhë që kjo që mi përzit tekstet ose qysh. Unë gjithmonë e thëmë, ka një herë bile e thëmë e kam edhe si defekt këtë mësimin e shpejt tekstit, edhe nuk e kam as pak problem, gjatë që shpesh kolegët ma cilësojnë si virtyt, edhe në fakt virtyt është, për deri sa mirëna me këtë profesion. Mirë po, ati qysh, në moment që hynë atë atmosferën të kujtohet, jo pëse unë që tash me më thonë për shamu thuje tekstin nuk më bjenë ma nas një fjallë. Mirë po, në moment që del në skenë, e veshat kostum, e ndëgjon partneri, natyrisht se kujtohet, e ke fundit është zanati jonë kjo që na duhet me ditë me bo dhe duhet mu martë si diqka e mirë qenë, jo si lavë, thjesht është diqka që
njëjtë sikur tash ty me thonë lab që shpo den me prezentu emisionin ka që mirë, po ti duhesh me ditë, për që ata je këtu. Kështu që kjo, është ngarkesë. Kjo është ndoshta shpesh herë që na bëhet në botë edhe pyetje. Hish ma largë se dje ishim me këta të emisionit Unë jam top model, ishim në hiking Preval edhe... I për pasut mushkënit pak. Për t'i hapur mushkërit dhe ishin një grup i grave duke të Skenderajit, ku kishin ardhë si në ekskurzion. Edhe po ndalem po bisedojmë bashkë. O, lap, si je, a je mirë, tu pabim, po flasem, më thojnë, ti në emision folë shumë këtë s'po folë shëgjesh. Edhe mu zakonisht kjo më ndodhë me fmi, kur e dojnë serialin Kafeneja jonë, e dojnë Sarandën, edhe në moment që më takojnë mu, habitën pak edhe shgënjen, po ti ko ke normal, ti po folë shumë normal, s'ko ke që ajo. E ka një dozë shgënjimi, më falë një që jam normal. Që që kjo ndodhë për shkak se natyrisht qiku, si do mos ata ma të sinqertit din me e kryojnë, na idealizojnë do shta edhe pak ma shumë. Prej shumë shfaqeve që i ke pas deri me tani në teatrin kombëtar, cila se është shumë e vështirë me veçu, është ky rol apo ky rol, për shkak se secila shfaqje ka ato të vetën. Dhe ndoshta është pak e vështirë, por nuk e di pse unë diqysh ndoshta pse e kam shiku kështu me vëmendje, kam qenë, e kam pa disa herë nata e 12 e Shakespeare-it më kaloni për shtypje shumë të madhe. Në fakt po, nata e 12 është shfaqje, është spektakël, edhe unë gjithmonë e përmendi që procesi i punës natës 12 ka qenë shumë i veçantë, edhe proces me cilin nuk e kisha ndru me kur gjo, për shkak se kemi mësu jashtëzakonisht shumë, kemi punu shumë me ritme, thjesht për herë të pari kum kap shtagat e tupanave ndorë në fillimin e provave dhe sot ju mbo profin tupana. Kështu që procesi i punës ka gjatë, ka qenë rreth 2 muaj, kemi qenë trupe madhe, mirë po thjesht ka qenë i përvoj jashtëzakonisht e mirë. Po në anën tjetër, për shembull në shfaqjen Ora ka qenë gjithmonë rol i cili prej që kom fillu fakultetin e aktrimit, unë e kom pas ëndër me lujt, edhe thjesht edhe ajo është një ëndër që është realizu. Tash shfaqja e fundit Darka private ka jashtëzakonisht shumë shpirt, edhe na se cili kemi jep shumë prej vetës, edhe është po them shfaqje intime, thash ka koreografi, ka vallëzim që mu po më mbush edhe gjithë ky proces i punës më ka kënaq, kështu që për një me shpesh aktorët kur thonë është vështirë mi nda role si gishtat e dorëve gjatë dorës më ka dok budallaki hajtë edin, po është që ashtu, sa do që t'inglën klishe e ki vështirë për shkak se në se cilën njep diçka tonë. E si të mos të ke fundit, unë po e di që e ke për zemër kështu, të e marrë parasysh të vallëzimi. Se edhe di që ku do që të qëllojmë në përgjami, të shperës, në falë bira se gabi, o këtë që ta... është e vërtet, edhe gjithë ka mirë kuptim në këtë aspekt. Në fakt, po është e vërtet, një me moti si me konë me najtarë, së më të ka... është e vërtet, për partner kështu, për ahen që nuk të ndroj lep. Jo, është vallëzimin e du, po menoj, po... Në fakt, këta e kumë përmen edhe me koreografin edhe me gjithë trupën e baletit se kote fundit nga ka ra me punu pak ma shumë bashk, mëra me kam pas edhe 20 vjetorin e baletit kombëtar të Kosovës ku edhe e kom prezentu edhe ka qenë jashtëzakonisht mirë edhe u mundesha me jam sfigu edhe aty nësa shumë ju marrë lakmi për profesionin që e kanë. Prej kur ju më kone vogë, gjithmonë kom dasht më kone balerin. Ata njëjtë kom, se kur t'i shonë bashkë të Korabi që ka pas edhe misionin edhe një historie që pa që ja duke përgadit për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, trupa e baletit, thësha vetë me veti, o zëta, moj, vish një ditë me shku me ta. Po, edhe one që ata po thëmë, du me janë që tashti mu po balerin. Më ramë për shambull ata e kanë interpretu shfaqen dasma dhe one prej mra paskenës, gati janë isa me kajt prej emocioneve që mi dhanë, që të mirë kenë. Po e kom pak vonë, ato e kom kuptu, veç. Kështu që ta që tu t'je komendonë si të në shfaqe me pas ka pak valëzim, që pile ka një copë andrën me realizu. Okej, pej, si kalove, si të pretë? Jashtë zakonisht mirë. Fakt, mu nuk më karo edhe shumë shpesh para prakisht me shkum pej, zakonisht me na i shfaqe, dita shkurt edhe jo diçka. Po, shumica e pjesës ekipit, du me thonë ishim pejon edhe ata ishim venali edhe deshin sakt kumena që unë për vendet mira, që më përgjithsi peja është një me vend shumë i mirë, shumë i bukur edhe shumë i këpric. Edhe për gjatë gjitha sa jave që po tha ma shumë kom dajtë në pej se sa në Prishtinë, kom kalu shumë mirë. Edhe ditën e parë kur shkum, thash,
unë së më karo ma herët në pejtë, ashtë edhe unë prej sotit për du me kriju kujtimet mira në pejtë, ashtë që janë angazhon unë atë aspekt, me të vërtet ashtë të ndodhi, bashkëm kujtimet mira në pejtë, sa do që një natë para premierës e pata një mini aksident vogël në skenë, e lëndova komën pak, me një metal të ndryshk të teatrit atje, dhe mu dash me më qunë spitale, me mja vaksinë. A pësë që në da spital që jeti, e? Po, harru koma aty tani. Kështu që e pata dhe që të përvoj që me mbo mos me harru kur pejen. A të kam pytë në spital në jere, si mu asmuhin e ju në jera? Po, në fakt, edhe më kam pytë dhe ato edhe ju kalzova që unë as grip kur s'kom pas, mashallah, edhe më që detëm pak. Kështu që ajo ke përmësysh kja i mini aksidenti vogël, mirë po premiera, me shkoj shumë. Okej, punët me serialin si po shkojnë? Mirë shumë, tash kemi fillu 3 epizodave që kemi gjiru, për shkak se na gjithmonë jemi 3 javë paraprakisht, prej të hanës, do me thonë prej nesër është fillon sezoni i ri i Kafenes, po vazhdoj aty, edhe me gjirimet e emisionit Pati Klif përkohësisht i kom ndërprej, jam të i rishiku edhe njëherë disa mundësi të reja, sa të që 15 emisione veç janë transmitu deri tash. Mirë po, jam me sigur që i kom e vazhdu edhe me Pati Klifin për shkak se është emision që po mbën mu një zakonisht mirë, lafet grave, po mledhëm qikat, dhe po hajna, po pina mua vetë. Po për marrë dhe pas kamerës që aty mirë këshirë. Ama po shkojnë zakonisht mirë edhe nuk di thjesht po më përmbush. Unë e gjithmonë po thamë, është emision për femra, po emision që i shdo është mashkujt me këshirë mas shumëti. Për shkak se normal ata që kam vullnetë dhe dojnë me ditë diçka ma shumë për botën femrore, për shkak se për një me po shkon Pati Klif që qka. Teuta, e di që po të rimë bashk, kemi qka të plasim për shumë. Shumë e vërtet. Por unë nuk do të ndana, pa të pytë edhe këtë anën tjetër saj për këtë familjes. Apo ki ko, miftu, najhere, prind tu, familjen tënde, familjen e Vlerës, naj dreka, naj dark. Unë e munona mos më konë e keqen këtë aspekt edhe me thonë që veç puna, jo, më bëj pjesë në grupin e aty në njerëzve që gjithmonë thamë në ratë parë jemi njerëz, mande jemi profesionista që farë do fushe që i caktojmë. Edhe asë njëherë nuk du me i humbë këto vlerat njerëzore dhe në fakt njerin e që më i mas pari për vlerat njerëzore, mande i për ato profesionale që ka do që i është. Drejt me të thonë, ma shpesh shkojmë na të printe mi për dreka, për shkak se unë, po them, në momentin kur lodhna shumë me punë dhe krejtë dhe s'kom fuqia s'dreken me bo në shpe, gjithmonë është shpëtimtarja mami që ajo, veç e ka bo dreken edhe shkojna krejtë familja dhe ngihëm e pim qaj e knaqëm. Mirë po, nuk është që edhe unë e lokeq vinë natyresht, ndoshta ma rrallë për dreka, po për nej, kafe, qaj, po, do me thonë, nuk shkon asë një herë java pa u pa 2-3 herë. Ndërsa sa jo përket prindve Vlerës, aj tash ka qenë një javë në Suedi, edhe e mira atë mirës është që është këthy bashkë me prind, ata kanë arë dje, mas një kohë gjatë, mas disa mujve jemi pa, do me thonë, dje me ta, kanë me ndajt rreth 3 javë këtu, kështu që edhe unë natyrisht do të mundohna rolin tam cinuse me kry mas mirëti me drejka, me kafe, me qaja, me tabaka, me grejt, kështu që kjo. Prej ditës që jeni taku bashkë, deri e majmend deri para një 4 mujve, 5 mujve. Zakonisht edhe lidhja ju i ka qenë gjithmonë me surpriza. Njëni tjetër kini mundu me aksy, njëni tjetër gjithmonë surprizën që a keni bo. Po, kush kujna vja mun. Që ka qenë surpriza e fundit? Kus po ngujtojt, përqa zotin. Keshtu menu, qka e kum pas ditlindjen, e ka pas ditlindjen, jo, s'di, s'po më kujtojt, diqka, nështë ta bashkë për qëta që jam mujna, ose nështë ta mujt e fundit, jemi kohën pak ma pasi e fotogrami përshu pak prej befasive. Na din qysh, sezonën e verës Vlerë e ka shumë të ngarkume. Edhe na thuja që shumë pak shihemi. Për shkak se unë jam në shpe në verës shqyqyr që i kemi punë që shtone, jam e lirë, të nkohën jam me tarën, ajo është zakonisht në punë, ditën flenë, mramja shkanë, edhe thjesht verës nuk kemi pas shumë kohë as për me dalë një mas dite diku më bashkë. Tash, ajo është ma i lirë, përveç vikendeve, one jam full e nëzanun, kështu që përpresim naj për vjetoru se naj vitri ose diqka për befasia, po ai zakonisht vazhdan gjithmonë halati edhe me boa si befasina që të befasar me gjanat. Kur ka qenë era e fundit që ke hyp në aeroplan? Veç pak. Qa fe lidh me aeroplan të... Po të me lidh diqka, tash, kur ka qenë era e fundit në aeroplan? Ndoshta... po tash, kur jemi këthy prej Turqis, prej pushimit, në Qershor.
Në Qëshor. Në Qëshor. Po. A e ki qelë ato qa ka në aeroplan? A të gjithë më shtë në ciklet, kështë i den këtë detaje. Shoppingu, ta një shopping që ka në aeroplan. Ato e qelë gjithë dhe zdalë për aeroplanit pa marrë diqka. Jo se, a ka met në ajse që se ki? Ku horë mbone. Po që ashtu e ka njësë, pa ka shumë... Që ka puna limuzinës diqka bre? Lap, ma më sunë, ku ka me mjë që arrova këtë me fasci. Më falë, du na me kalzua, po kështu, ndështë ta pikrisht për qëta që a i ka qenë shumë i në zonën gjatë periudës verës edhe me siguri është ndi pak më faj që nuk e ka pas kohën nështë ta e dëshirume për më na kushtu neve, edhe një ditë, në fakt, unë isha shumë në zonën, edhe a i shkojnë Mitrovic të familja vetë, edhe kur që kërkuj, thash, vazhdo në dita si gjithë këthejnë anë shpe, mirëna me qikën flaj, kur që edhe për më shkrunë për Rosia, du na mi kalcu krejta. Që ka dush? Okej, vit marë në oranon me shku ndarë, këta për këshyrit kalendarin, a ka na i datë, jo, së është asë për vjetor, asë kur gjo, asë është pajtë, ku ka që peshtë, qika. Edhe, okej, dolla në oranon, zesha që ka me vesh, asë ku përshkoj, a përshkoj clubbing, a përshkoj ndarë, ka ku. Okej, gjeta një farmesi të artë, edhe po dalë të hymja, edhe pësho një limuzinë matë madhën të mundshme, e po ardhë po mdo këtë ke, dullë shoferi, edhe unë e meta para hymjes, zdesha, është për mua, më friqa, ku është kjo me kërë, thash nuk po hypë në altë përshka kësi qika, me na po kanë edhe, thjesht nuk kom shkoj me nja kur gjo. Edhe shoferi, mirë mrama, po ma e keqë, a keqë i krejtë fëmijat ma halës u rëthun aty, edhe të më qyrë, që të po hypa, edhe unë nuk di, ju thësha. Edhe, ke pak s'ken që sharaki se halo oranon edhe ke shumë njerës para ma halës edhe unë iva pak në ciklet, në grejta cen. Okej, hypa në limuzinë, nuk desha asë ku përshkoj, asë që ka u bo. Edhe, po drejtë me thonë Prishtina, kur ma e bukur s'mu ka dokë. Se sa, në qatë momente se ke për një me shumë bukur, s'kisha hypë në herë në limuzinë ma herët. Edhe, limuzina unë alë në një restoran periferit Prishtinës, ku ka qenë takimi jonë i parë, jo i parë shëqnesht, po i parë si date, si takim të aman. Edhe, buri jam të mprit, veç ta po ta qef me të prunë vendin ku ja ka njësë gjithë shka, du me thonë lidhja jonë, edhe thjesht mi rikujtu krejt pse jemi bashkë edhe që halo jemi. Restorani ka rruga Mitrovica. Shtë që kjo ke befasia, më falë që harrova se ku kuponina shumë keq, edhe ti gjithë më shtinë ciklet mi kalëgju dësani që kur si kësha kasu. Ma e malë e që, a që tu po hip, Kjo ke shumë ciklet se një 20 fëmi më rëthun edhe unë për një me nuk desha ako me hypona, është për dikon tjetër, ata po hypone nuk e di, u të desha s'di. Po të falenderoj për zemër se falemderit që ki gjithë kohë që tjerë bashkë me shikuesit e emisionin një kafën nga Shumë falemderit, ty është nuk e di hera 3-4 që jam në këtë studio edhe si cilën herë një nasin shpinë temë, falemderit shumë lobi që vazhdojnë me bëhë kësi emisione ka që lizetshme dhe me naftu më nga bëhë muni shumë mirë, falemderit. Falemderit, sukses, gjithat mira mjetë. Mishë Radio Televizionit njës të ne, vazhdojnë tjeni bashkë me ne, për këto momente, vjen bloku i pare i marketingut, e me njere pas marketingut kalëm një bisedë që kam realizuar bashkë me grupin